Nuk e di, po ndoshta nëse nuk kisha desht më potencu me individ, ndoshta, po normalisht që jeta jo në përditshme na bën ndoshta ndonjëherë me qenë të ngutshëm, ndoshta na bën me mos me i kuptu situatat mirë, ose me i keq kuptu, edhe mandej automatikisht ndoshta me ju hyn hak pa dashje. Pa dashje. Mirë po, çka mu sot në përditshmërinë time me bren edhe i friksohem këtij hakut, është familja, konkretisht fëmijët e mi, që unë jam rrit me një nanë e cila vazhdimisht ka qenë në shtëpi. Baba ka punu, ka qenë avokat, edhe mama ka qenë, domethënë, një grua në shtëpi që unë e kujtoj veten që gjithmonë prezenca asaj ka qenë ushqim shpirtëror për mu, ka qenë mbështetje, siguri për mu. E tash kur fëmijët e mi kthehen sot prej shkollës dhe nuk më gjejnë shtëpi, ndoshta ndonjëherë tentoj në maksimum me qenë shumë rregullt në përgatitjen e drekës, në mirëmbajtjen e shtëpisë dhe komplet. Mirë, po normalisht që ka momente kur nuk arri me përfundu ndoshta drekën. Edhe gjithmonë jam atë brenkën që kthehen fëmijët edhe nuk e kanë gati. Unë i porosit, i blej diçka, ju lo porosi, po prap se prap është ajo frika si nanë që ndoshta po ju hy diku në hak, ndoshta nuk po ju kushtoj kohë mjaftueshëm, gjithmonë e kam këtë brenkë, kështu që shpresoj që nuk është hak, po shpresoj që jam duke e dhënë. Është e kohës kjo, dhe gjitha nënat, gjithë prindrit fakte kanë këtë brenkë. Po.